Filloj. Presidenti Europarlamit, ja ku jemi sërish në emisionin të realitetit ekonomike, duhet të flasim për një ngjarje që përfshin ekonominë botërore përpara të aktivit që ka ndodhur dhe pikërisht në mërkurën 12/2025 është administrata e re e presidentit amerikan Donald Trump që ka vendosur të tarifat të reja të quajtura reciproke për mbi 600 vendet të botës dhe një tarif të përbashkët 10% për vendet e tjera të botës që nuk ka dhe deficit tregtar me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për këtë e ndekeni në mjediset e punës të profesor Dr. Serali Gjeva, presidenti i Universitetit Europian të Tiranës, UET, ekspert i njëri ekonomist. Profesor Gjeva, faleminderit që na invitoni. Faleminderit për ftesën. Profesor Gjeva, pikërisht të mërkurën në ditën që u quajë dita e shërimit, presidenti Trump vendosi një dekret të vendosë një tarifë të bazë 10% mbi fondet e gjitha vendet të botës të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për 600 shtete të tjera, Trump po vendosi tarifën reciproke në nivelin e lartë të tarifave dhe masave jo tarifore që vështirësojnë devalvimin e marrëve amerikane në këto vende. Kështu që Bashkimi Evropian do të përballet me tarifë 20% të gjitha vendet të tij, Kina me tarifë 34%, Zvicra 33% me radhë, Serbia 37%, Vietnami 26%, Japonia 24% e tjerë. Presidenti Trump u shpreh se tarifat do të përdoren për të nxitur problemin amerikan, duke cilësuar se këto masa do ta bëjnë Amerikën përsëri tasë. Çfarë më? Është vërtet që duke përfshirë edhe ishujt e pinguinëve pa njerëz dhe të gjithë vendet e tjera të botës, pra të gjithë harta globale me përjashtime shumë të kufizuara, parakryerisht Korea e Veriut, Rusia që nuk ishin, Bielorusia që nuk ishin listë, të gjithë vendet e tjera të botës janë përballur me një ndryshim, do të thoja, jashtëzakonisht të rëndësishëm të politikave tregtare dhe duke filluar nga 2 prilli këtij viti, mendoj që realiteti i botës ekonomike nuk do të jetë më ai që kemi parë deri më sot. Gjithë ajo filozofia e ndërtimit dhe progresit të shoqërisë botërore, por në veçanti të shoqërive perëndimore që u realizua nëpërmjet modelit ekonomik direkt pas luftës botërore, që ishte modeli i një ekonomie liberale dhe pa ndërhyrje në çmimin e tregut, sot ndryshon përfundimisht. Kështu që nuk e di nëse kjo mund quhet dita e çlirimit, por e vërteta është që efektet e saj do të jenë jashtëzakonisht serioze në kuptimin negativ, pa diskutim në radh parë për qytetarët amerikanë, por nga ana tjetër edhe për gjithë ekonominë botërore. Konteksti i zhvillimit të sotme është problematik sepse bota ka patur disa goditje negative të njëpasqyrshme që nga kriza e 2007-s, 2008-s, pandemia, luftrat dhe kjo që po ndodh ka përmasat e një lufte, por në një front të ri që është luftra tregtare. Kështu që efektet do të jenë mjaft negative. Lidhur me tarifat reciproke, Komisioni Evropian të mërkurën 2 prill u shpreh se Bashkimi Evropian do të reagojë në mënyrë të vendosur më një kundër këtyre barierave sipas Komisionit pa justifikuar nga tregtisë lirë dhe të ndershme. Duke përfshirë rastet ku tarifat përdoren për të sfiduar politika ligjore dhe jo diskriminuese. Në shqipimin tuaj si do të jetë ky reagim? Sot në fakt është mbledhja e ministrëve të tregtisë në Luksemburg të vendeve të Bashkimit Evropian dhe pa diskutim që pritet se çfarë vendimi do të merret. Kuptoj që vendet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, të cilët janë goditur, flas këtu Gjermania, Italia, Franca, Belgjika, Hollanda, Spanja, Slovakia gjithashtu. Të gjithë këto vende jam i sigurt që do të lobojnë për masa kundërvepruese të forta. Paketa e propozuar në dijenin time si studius është me një shumë rreth 27 miliard dollar tregti, volum tregtar euro, dhe cila shkon kryesisht për produktet për eksportet të rëndësishme amerikane që janë shërbime digjitale. Pra targeton kryesisht industritë e big tech-ut, të cilët janë edhe eksportuesit më të rëndësishëm në Europë. Sidoqoftë mbetet për tu parë, ka njëkohësisht edhe përpjekje për ta ruajtur, për ta mbajtur në kontroll në mënyrë që të mos kemi përshkallëzim të këtij konflikti, çka do të thotë pra që në vazhdimsi mund kërkohen përsëri negociata në mënyrë që të mos kemi pasojat mjaft negative që mund pritet që të kemi për Europën, për Shtetet e Bashkuara dhe për gjithë ekonominë botërore. Ndërkohë, Ministria e Tregtisë e Kinës, ekonomia e dytë më e madhe e planetit, shpreh të njëjtën më 4 prill kundërshtim të fortë dhe u zotua kundër masa për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e Kinës. Kjo ministri cilësoi se rritja e tarifave jo vetëm do të dëmtojë interesat e Shtetit Bashkuara, por gjithashtu do të rrezikojë rritjen e ekonomisë globale dhe stabilitetin e zinxhirëve industrial të furnizimit, duke theksuar se nuk ka fitues në luftë tregtare.
nuk ka rrugdalje për proteksionizëm. Ka të drejtë. Dihet tashmë edhe në planin teorik që luftrat tregtare përmes proteksionizmit janë lose-lose game, pra nuk është një win-win game, siç janë win-win game janë lojra që shkojnë drejt liberalizimit, ndërsa kjo është me efekte të mesisht negative. Unë e thash nuk ka ekonomist që nuk bie dakord për këtë tezë, pavarësisht nga krahu ideologjik që mund të ketë secili. Kina ka patur qasje ndaj ruajtjes një sistemi të hapur të shkëmbimeve. Kam përshtypjen që edhe në mandatin e parë president Trump që nga viti 2016 Kina mori një tarif mjaft të lartë, gati 26%, kështu që rritjet edhe më të forta që janë bërë ndaj Kinës mendoj që e kanë targetuar në mënyrë të posaçme, edhe për arsyeën që edhe ju e thatë, që Kina tashmë ka një suficit tregtar mjaft të fortë me Shtetet e Bashkuara dhe kjo si thua ka qenë në një shenjesër të përhershme. Sidoqoftë, duke qenë se sot ndërlidhja e ekonomisë botërore është shumë më e fortë se sa dekada më përpara, mendoj që efekti i këtyre masave do të jetë një ndryshim fondamental që mund ndodhë në gjithë zinxhirin e tregtisë dhe të prodhimit në shkallë botërore. Në një peticion të paraqitur në zyrën e profesionistit të tregtisë të Shtetit Bashkuar të Amerikës janë në kaluar sindikalët amerikanë që përfaqësojnë dhjetra grupe tregtare në sektor të rëndësishëm të ekonomisë normale të botës, kanë shprehur kundërshtimin e tyre ndaj tarifave të mundshme që mund vendosen për anijet kineze të transportit, që janë koronë në postet dritare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ekspertët tregtisë dhe sindikatët amerikanë janë shprehur se këto masa mund të kenë gati pasoja katastrofike për industritë e tjera amerikane. Sidomos në afat shkurtër. Vendosja e tarifave pa diskutim në radhë parë ka një efekt mbi konsumatorin vendas në vendin që aplikohet tarifa. Pavarësisht që ekonomia amerikane konsiderohet një ekonomi shumë më madhe, por ajo nuk është përcil nuk dikton çmimet në ekonominë botërore, sepse ekonomia botërore është më e madhe se sa thjesht ekonomia amerikane, kështu që në thelb barra më e rëndë e këtyre tarifave të larta do shkon mbi konsumatorin amerikan. Sipas studimeve dhe vlerësimeve të kryer nga ekspertë dhe nga studiues serioz, kompani serioze studimi, rezulton që efekti mund të shkojë deri në 500 miliardë dollar për ekonominë amerikane në vit, çka do të përkthehej me një shifër gati 3.500-3.600 dollar për çdo qytetar amerikan. Pra, është një frikë serioze se efekti, dhe këtë e pam edhe në reagimin e menjëhershëm të Wall Streetit, të tregut financiar në Amerikë, që zhbëri vlerën e pasurisë në miliarda dollar brenda një dite. Pra, të gjithë grupet e interesit në Shtetet e Bashkuara do të preken negativisht dhe është logjike që si thua do të ngrihen grupet e interesit për të kërkuar rishikimin e këtyre politikave. Dhe tani e parë në ekonominë nuk mund të planetit për një luftë të çifrave, që janë të gjithë procesuese. Presionet tregtare me shumë hapur e Kinës. Dhe Kina nuk ishte, ose gjysmë përçuese nuk ishin përfshirë në listën tarifore reciproke të Vipuilit të presidentit Trump. Pavarësisht se sektori i çifrave që shumë i rëndësishëm për faktet e inteligjencës artificiale dhe të sarpës së teknologjisë informacionit kudo në planet nuk u përfshi, sërish tarifa jo përmbuhet dhe të drejtë edhe më përpara ka qenë shumë e lartë për pikërisht eksportet kineze në 50%, duke filluar nga janari i këtij viti. Ndërkohë Kina konsideron fokusimin e burimeve të saj në shkrimin e zinxhirit komercimi të pavarur. Ka presë ndryshim asaj ka patur deri tani, por të kujdeset të mos bjerë në kodin e vetë një mjaftueshmërisë. Duke qenë hapur dhe rrugë ekonomike kryesor, inovacion me burime të hapura. Qasja e turë që kemi thuaj? Po shiko, ky procesi i ristrukturimit dhe njëherë zinxhirit të prodhimit botëror në kushtet e mbrojtjeve tarifore dhe të kësaj lufte të tarifave që mund shpërthejnë në gjithë botën, kërkon një qasje të re strategjike. Qasja e re strategjike mund të jenë dy. Një është riorientimi drejt tregjeve të reja të eksportit. Pra, praktikisht në rastin e Kinës fjala vjen një riorientim i saj, një diversion i tregtisë drejt vendeve të tjera, qoftë Europa apo vendet e tjera të botës, të Azisë. Dhe një qasje dy strategjike është një fokusim më i madh tek ekonomia e brendshme, pra tek rritja e kërkesës për këto prodhime brenda ekonomisë kombëtare. Ne e dim që ky është një përpjekje prej kohësh që qeveria kineze ka riorientuar drejt një modeli të ri ekonomik, dhe modeli i ri ekonomik i Kinës shkon tek rritja e konsumit brendshëm, çka do të thotë pra që
Megjithëse edhe Kina pa diskutim që është një ekonomi shumë e madhe e brendshme, pra një ekonomi me 1.5 miliard banor, është një ekonomi që edhe vetë mjaftueshmërinë mund ta realizojë, sepse ekonomia e shkallës mund të realizohet edhe brenda vendit, por sidoqoftë orientimi burime brenda vetë ekonomisë kombëtare humbet sensin e konkurrencës ndërkombëtare, sepse në thelb edhe Shtetet e Bashkuara, ato edhe sikur ta bëjnë ekonominë e tyre të brendshme më të madhe sërish, ajo që do të humbasin do të jenë tregjet ndërkombëtare. Kështu që do t'ju krijojnë praktikisht kjo mbyllja brenda vendit edhe derisa të afsojnë industritë e tyre, do të lërë fushën e lirë të tregut ndërkombëtar për le të themi për agjentët apo forcat e tjera, për qeveritë e vendeve të tjera. Çka do të thotë që edhe në rastin e Kinës, sepse hapja ndaj ekonomisë ndërkombëtare zbulon shtratin ose shëndetin konkurencial të ekonomisë brendshme. Kjo është arsyeja që vetë mjaftueshmëria asnjëherë nuk është një princip që përdoret për politikat ekonomike. Pyetja e fundit për bisedën tonë sot, profesor, ndyen preket nga tarifa bazë e re 10% për eksportet tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ato mund ta kompensojnë eksportuesit tanë? Në të vërtetë, profesor, neve kemi një bilanc ku pjesa më e madhe pra janë importe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po megjithatë, ekonomia jonë mund të preket nga shumë anë, ndoshta një pjesë eksportuesve, sidomos ata të bimëve miksore dhe aromatike që po sot kanë dalë në një konferencë shtypi për të ndërgjegjësuar vendin dhe vendimarrësit tanë, po njëkohësisht ndoshta edhe në inflacionin dhe rritjen ekonomik në eurozonën, cilëve japin shumë. Shko, impakti i kësaj takse në rastin e Shqipërisë në mënyrë direkte është shumë i kufizuar, në planin makroekonomik duhet thënë që s'ka fare efekte, sepse le të themi Shqipëria i nënshtrohet vetëm 1% totalit të eksporteve kjo taks, kështu që nuk është krejtësisht i papërfillshëm, madje edhe vetë efektet në eurozonë nuk konsiderohen aq të rëndësishme sa që kërcënojnë rritjen ekonomike. Por në planin mikroekonomik apo për ndërmarrjet veçanta pa diskutim që do kesh shqetësime deri në momentin e ristrukturimit edhe një herë të tregtisë, pra duke e rinegociuar kontratat me partnerët e tyre për ndar barrën e taksës 10%, ose për të kërkuar pastaj partnerë të ri, pra dhe zgjerim të tregut të eksportit në rastin konkret bime medicinale drejt të tregjet të tjera, qoftë në vendet e Bashkimit Evropian apo në vendet e tjera jashtë Bashkimit Evropian. Kështu që ky është një moment i përkohshëm, i cili pa diskutim prodhon sfida për industritë caktuara apo për grupet caktuara biznesi, por që kërkon pra që politikat fiskale dhe pa diskutim pastaj dhe politikat monetare të marrin në konsiderat këto shqetësime. Profesori, faleminderit shumë për intervistën sot. Faleminderit edhe juve. Të nderuar miq, ju falenderoj që na ndoqët dhe mirupafshim takimin e ardhshëm.